Gjuajtja kishte prej të gjitha anëve, që nga ora 7 e mëngjesit. Gjuheshin pa ndërprerë fshatra Slupçan, Alizare dhe Vakcinës. Helikopterin që e patëm gjuajtur kishte pasur për qëllim që të na paralizojë dhe të na pamundësoj që ta vërejmë sulmin që e kishin marrë që në mëngjes tankët dhe mjetet e blinduara kundër një pozicioni që UÇK-ja e kishte vendosur në vendin ku porroi nënkalonte në rrugën asfaltuar e cila shkonte drejt fshatit Alizare. Ky pozicion ishte si një lidhshmëri e pozicionit ton me atë që ishte i vendosur aty, por ishte si pjesë e pozicioneve të Alizares. Pozicioni ishte në një vend shumë të ekspozuar dhe distanca ndërmjet nesh dhe atyre ishte e barabartë me distancën mes nesh dhe pozicioneve të forcave shtetërore, kurse ndërmjet tyre dhe fshatit Alizare ishte rreth 1 kilometër. Ishte tepër vështirë për të mbrojtur, e sidomos me armët e pakta që posedonin bashkëpunëtarët tanë atje. Gjithashtu edhe numri i ushtarëve ishte i vogël dhe pa ndonjë përgatitje adekuate luftarake. Komandant Tigri bashkë me shoqëruesit e tij që në mëngjes kishte shkuar aty te pozicioni për ta inspektuar gjendjen. Grupi luftëtarëve që kishte qenë aty e kishin njoftuar se ka lëvizje të shtuara të armikut nga ana e fshatrave maqedonase Lubodrag dhe Urmindol, në drejtim të lumit të Likovës, ndërmjet fshatit Opaj dhe Alizare. Shumë shpejt kishte filluar sulmi në drejtimin e tyre. Gjatë këtij sulmi të rrezikshëm, komandant Tigri kishte urdhëruar disa ushtarë që kishin qenë aty para matim të largohen menjëherë nga pozicioni. Ky sulm i furishëm, i ndihmuar edhe nga helikopteri Min-24, që në momentet e para e kishte plagosur Ferhat Bekun nga Kumanova, e përpjekje për ta nxjerrë nga dheu istikamit Fadil Feyzullah, të cilin prella e tankut e kishte mbuluar në istikam. Atje kishte goditur plumbin në shpatulla duke ai dëmtuar palcën korrizore dhe si pasojë e kësaj kishte përjetuar paralizë të përkohshme të këmbëve. Ashtu të rrethuar nga tanket, kishin mbetur në një pozitë shumë të keqe. Edhe istikami gati sa nuk ishte mbuluar i tërë nga dheu që po e shëmbnin prellat e tankeve. Ne nuk ishim në dieni se çfarë kishte ndodhur aty, deri në momentin kur filloi një sulm tjetër drejt tyre, që ndërmorën 3 tanke nga drejtimi ndërmjet fshatit Opaj dhe bunarit të Bejës. Pasi që distanca nuk ishte më e madhe se 300 metra. Ata shumë shpejt ju afruan pozicionit të tyre dhe gati sa nuk u futën brenda në istikame. Por, për fat të mirë, komandant Tigri, bashkë me Ilir Ademi nga Kumanova, Naj Pismani nga Studeniqani dhe Fadil Feyzullah gjithashtu nga Kumanova, kishin arritur ta tërheqin Ferhatin nga pozicioni në drejtim të porrojit të thatë, me shumë vështirësi, herë duke i gjuajtur tanke që të mos afrohen, edhe më shumë e herë duke bartur të plagosin në përporrua. Ne i pyetëm se çka kishte ndodhur, por nuk na sqaroi më shumë, por veç na tha se kanë hyrë tanket në pozicione. Duke parë këtë gjendje, unë me Sabitin, Selimin, Shukriun, Refikin, Merdiu dhe disa të tjerë, u lëshuam ta të vjetë porrojit me shpejtësi. Disa metra më poshtë në porrua, e pam të lënduar komandant Tigrin, i cili po merrte frym me vështirësi. I rrote gjak nga balli si pasojë e disa gërvishtive. Gjithashtu ankua se kishte ndrydhur këmbë dhe nuk kishte mundësi më të ecte. Na tha të shpejtojmë që të ndihmojmë një ushtari të plagosur, i cili kishte mbetur diku më poshtë. Mënyrë u nisëm në drejtim dhe pam që po rrinte i shtrir Ferhati i plagosur rënd. Nga shpatullat i rrëti gjaku pa pushuar dhe ja kishte përgjakur tërë trupin. Pranë tij kishte qenë Iliri nga Kumanova, i cili gjithashtu ishte tepër i lodhur dhe i raskapitur nga luftimet që kishin zgjatur disa orë. Ndërkohë erdhi edhe Naj Pismani i Studeniqanit. Ne menjëherë tentuam ta ngrinim, por filloi të ngjej dhimbje të fuqishme dhe lëshuam sërish. Hoxha sapo kishte arritur aty, na tha që të mos t'i avon veshin fjalët e tij, pasi që ai ishte në gjendje të rëndë dhe nuk ishte në vetëdi se çfarë fliste. Ne sërish e kapëm për rrypit të pantallonave dhe mundoheshim që ta mbajmë për këmbë dhe krahë. Gjë që i kishte shpatullat e përgjakura dhe po ashtu edhe të djersitura, ne nuk mund ta mbanim sepse na rrëshqitin duart dhe kohë pas kohë e lëshonim në tokë, por ai edhe më shumë gjente dhimbje. Si për ironi të fatit, sikur mos t'i mjaftonin ato plagë të rënda. Sërish e kishte goditur në këmbën e majt edhe një pjesë granate ardhur nga një shpërthim aty afër. I rrëthej gjak tani edhe nga këmba. Ai nuk e ngjente shumë dhimbje në këmbë sepse i kishte këmbët pa ndjenja. Ne bartëm disa metra edhe pak më lart, në bashkangjitën edhe shokë tjerë të togut, të cilët na ndihmuan që ta largojmë nga fush beteja. Disa shokë tanë e kishin batur deri në shtëpia më afër të porrojit dhe pastaj nga aty me veturë e kishin dërguar në spitalin e improvisuar ushtarak në Likovë. Ne po qëndronim në pozicionet tona aty në porrua të shtrirë që mos të na qellojnë copat e granatave që po binin nga çdo anë. Më me rëndësi ishte që të mos ekspozoheshim gjatë bombardimeve, pasi që ata vetëm gjuanin nga tanket me prella dhe mitraloz nga një distancë rreth 500 metrash.
Ne edhe ashtu nuk kishim akoma armatim të mjaftueshëm që t'i përgjigjeshim tankeve. Ato pak municioni që i kishim, i ruanim në raste se Komsoria do tentoj të lëvizë në drejtimin tonë. Komsoria e tyre nuk e kishte guximin e mjaftueshëm për një hap të atill. Këtë kemi parë edhe gjatë ofanzivave të mëvonshme, kur tanket merrnin sulm për t'ia hapur rrugën Kombosarisë, e ata nuk godojnë as kokën ta nxjerrin nga istikamat e tyre, edhe përkundër insistimit të prorave të tyre. Bile, në një ofenziv që po tentonin ta merrnin herët në mëngjes, i dëgjonim se si ishanin ushtarët e tyre, sepse nuk shkonin pas tankeve dhe shpesh ndodhte të gjuheshin në mesvete. Në ato momente delikate dhe në presion të bombardimeve, nga drejtimi ku e nxorëm të plagosurin, erdhi Fadili. Kishte mbetur i fundit në pozicion, i tërbuar dhe shumë nervoz, kërkonte nga ne municion për mitralozin model 84, që po e mbante në dorë. Nuk qetësoi, edhe kundër gjithë thirrjeve tona që të qetësoi. Ashtu në këmbë duke qëndruar, insistonte që t'i japim municion. Me që unë e kisha atë mitralozin kinez, që u bllokua, i cili harxhonte fshekët e njëjtit kalibër. Nxora nga xhepi që i kisha lënë disa copë si rezervë, dhe ja avash. Me njëri futi në zinxhirin e mitralozit dhe pa u menduar fare doli përballë tankeve. Gjuante duke bërtitur me tërë zërin që kishte. Ne insistonin që mos ekspozohet para një rreziku real, pasi që tanket edhe pse ishin në një distancë të caktuar, sërish gjuanin dhe mundësia ishte tepër e madhe për ta qelluar. Nuk ja vënte veshin fjalëve tona. Në ato momente mendoja se është çmendur, por nga përvoja më vonshme e pata kuptuar se ajo kishte qenë një zbrazje emocionale dhe një shfryerje që mesgjë nuk mund të arrit, por pos me ballafaqim direkt që ishte e rrezikshme por e domosdoshme për një luftëtar të vërtet që i kishte plagosur shoku. Ishte vërtet një pozicion i paplanifikuar mirë, një pozicion që nuk mund të mbrojë në ato kushte dhe rrethana. Ashtu siç ishte vendosur pozicioni, e duhet të kishim së paku mitralos të rëndë dhe raketa tok-tok për të penguar gjithë ato tanke dhe mjete tjera të blinduara. Do të duhet së paku të kishim një sistem raketor kundër helikopterëve që ishin të sofistikuar dhe fjala e fundit e teknologjisë ushtarake siç ishin helikopterët Mi-24. Pasi që e bëri të veten, u largua i dëshpëruar në drejtim të fshatit dhe atë nuk e kam parë një kohë të gjatë. Granatimet nuk pushonin kohë pas kohë sikur të jenë të programuara me një tempo të përcaktuar paraprakisht. Ishim të lodhur dhe disit të dëshpëruar për mungesën e armatimit të nevojshëm. Nuk bëhej fjalë për diçka të parëndësishme, por për një situatë shumë delikate. Dallimi ishte shumë i madh në përgatitje luftarake. Posedonim vetëm disa pushkë dhe pak municion. Bile në mesin ton kishte ende ushtar të paarmatosur dhe pa asnjë përvojë lufte. Pozicionet tona ishin ende të papërgatitura, pa istikame të hapura, të pa lidhura në mesvete dhe të shpërndara shumë larg nga njëri tjetri. Në rast të plagosis të ndonjë luftëtari, do të ishte tepër vështirë që të nxirret nga fush beteja. Rasti i Feratit ishte një përvojë e hidhur dhe dëshpëruese. Edhe furnizimi me municione dhe ushqim me ujë ishte shumë i vështirë. Kjo ditë ishte shumë e vështirë. Dhe në të njëjtën kohë edhe një përvojë që do të na përcjell edhe më tutje. Ishim të uritur dhe të etur. Nuk kishim me vete ushqim e as ujë, pasi që luftimet nuk na kishin lënë as pak hapësirë për gjëra të tilla.